Një nismë e policisë së Kosovës që të sjellë qytetarët dhe policinë në bashkëpunim të ndërsjellë, nuk është se ka gjetur zbatim ashtu siç ishte parapar me iniciativën Policimi në Bashkësi. Me këtë projekt pretendoi që të krijojë një kategori e re zyrtarëve policor, të cilët do të caktoheshin për patrullim në lagje të caktuara. Disa qytetarë të lagjeve të Prishtinës, ndonse janë në dijeni për këtë projekt të policisë së Kosovës, thonë se ende nuk kanë parë ndonjë polic që e mbikëqyr rregullisht lagjen e tyre. Po kemi ndëgju, ka kohë që u përmend ajo punë, mirë po s'ka na shohim asgjë. Janë me vjetrën këtë vazhdon, çfarë sigurie kësaj s'ka. Për qatë projektin që po thue, unë e kam dëgjuar, por nuk e njeh as nuk e kam parë kurrat polic në lagjen tonë. Unë e banoj në lagjen e Mshir, afër shkollës, po nuk e di kush është. Lagja nuk mbikëqyret rregullisht. Nuk mbikëqyret, as nuk kam pa, për sa jam unë që aty, nuk kam pa polic që ardhë me kujdes për shembull për qatë lagje. Është kanë mirë me ardhë me na njoftu për shembull, me thonë unë jam ose diçka, po nuk deri me sot nuk kam parë. Ndërsa Munish Gashi nga Dardania thotë se i ka parë policët në përlagje, por jo dhe aq shpesh. A e mbikëqyrin rregullisht lagja? Po e këqyrin kontrollojnë kanë herë, po më radh. Jo si përpara. Tribuna Channel ka provuar të marrë një qëndrim me zyrtar policor në lidhje me këtë temë, por asnjëri nga zyrtarët përgjegjës për informim nuk ka shprehur gatishmëri për të dhënë shpjegime për këtë gjë.